Kisha takikardi, sikur të kisha luajtur 122 minuta, frymarrje, dridhje, djersitje, pastaj frymarrje me ndërprerje, të mbështesë Shqiderin të jep probleme me zemrën. Këto janë disa nga komentet që vinë nga tifozë të ndryshëm në Twitter, që në mënyrë pikante përshkruajnë ndjesitë e tyre për ndeshjen Inter Barcelona. Në fakt, nuk janë edhe aq shumë metafora, janë ndjesi reale dhe përjetime reale të një ndeshje që ishte realisht për zemra të forta. Pikat kulminante ishin të pafundme për interistët. Goli i Açerbit në fund, goli i Fratezit në shtesë dhe pastaj pritja fantastike e Sommer ndaj Yamal. Rajet e zemrës rriten në këtë moment, ka pak oksigjen dhe mund të keni probleme serioze, thot një tjetër specialist mjekësor në Twitter, duke u kujdesur edhe për shëndetin e tifozëve. Nuk është shaka, ka studime që tregojnë se zemrat e tifozëve vendosen në sprovë gjatë ndeshje futbolli, më saktë gjatë një momenti kulminant të një evenimenti si në finalet e Champions League, botrorit, europianit, pra në situata të tilla. Këto studime tregojnë saktësisht se ka një rritje të madhe të ritmit të zemrës, aritmisë, dhe në disa raste edhe çështje serioze për t'ju afruar sulmin në zemër që do të ishte fatale për çdo kënd. Një studim është botuar në revistën amerikane të kardiologjisë, që ka analizuar më nga afër këtë rrezik, i cili në pamje të parë mund të duket qesharak, por nuk është edhe aq. Studiuesit morën në konsideratë dhënat e 133 personave. Në një periudhë prej 10 ditësh, analiza e parë u bën në një kohë normale, në shtator të 2011-s, dhe e dyta 6 javë më vonë, gjatë fazës finale të kampionatit amerikan të bejsbollit. Gjatë fazës së play-offit, pajisjet e montuara zbuluan pothuajse 2 fishin e ritmive në krahasim me periudhën e kontrollit. Megjithatë, për shumicën e tyre, këto probleme nuk ishin shumë serioze, teksa vetëm në një rast u desh goditja edhe me pajisje për të rivendosur ritmin e rregullt të zemrës. Është e sigurt se gjatë një ndeshje të tillë futbolli, stresi dhe adrenalina në trup janë të pakontrollueshme. Në një raport të BBC-s, në ndeshjen e botrorit ku Gjermania shkatërroi 7-1 Brazilin, është bërë një analizë me shumë tifozë të Brazilit, ku ka rezultuar se nivelet e hormonit të kortizolit ishin rritur në mënyrë dramatike. Futbolli nuk është vetëm një lojë, është shumë më tepër se kaq. Kjo shihet mjaft qartë edhe nga studime të tilla që tregojnë përjetimin e madh që kanë tifozët për një ndeshje dhe sigurisht pasojat që në raste të rralla mund të jenë edhe fatale. Inter Barcelona ishte njëra prej atyre ndeshjeve që mund të shkaktonte një përjetim të këtij niveli deri në fatalitet.